Njërë ju që Kosova refuzoi e qoj Kosova në Vlorë. Ky është një shkrim i botuar nga Baton Haxhiu në webin Albanian Post. Ndërkohë, nuk ka vënuar dhe ai është shpërndar me njëherë në rrjetet sociale, edhe nga Bexhet Pacoli. Në vijim, shkrimi i plot nuk isha në Vlorë si udhëtar, as si zyrtar, isha atje si dëshmitar i heshturi në momenti kur Belinda Balluku si zëvendës kryeministre po shpjegonte hapjen e aeroportit të Vlorës, që për shumë nga ata që përjetuan Vlorën, ishte më shumë se një hapje aeroporti, ishte përjetim i një shije dhe krenarie të ndaluar prej vitesh, pas pistën më të gjatë në Ballkan, dhe nuk munda të mos mendoj për mungesën e dorës së pushtetit që ka vendosur shijen e shëmtuar në për qytetet tona në Kosovë. Ndëgjova emrat që u falenderuan për këtë vepër, një ndër të cilët ishte edhe ai Bexhet Pacolit, një emër që në Kosovë nuk gjen vend në asnjë narrativ zyrtare për ndryshimin e qyteteve tona, por që në Shqipëri është bërë pjesë e hartës së së ardhmes, dhe mendova me vete si ka mundësi që njeriu që bën vepra të mëdha për botë dhe ndihmoi Kosovën në ditët e saj më të këqija, sot i jep fytyrë Shqipërisë në ditën e saj më të bukur. Ishte ai që hapi aeroportin e Vlorës. Në Shqipëri aeroportet nuk janë më vetëm terminale fluturimi, janë hyrje në një shije tjetër të jetës, janë pikë takimi mes asaj që nuk u bë dot në Kosovë dhe asaj që po ngrihet në Shqipëri. Ceremonia e sotme në Vlorë nuk ishte thjesht një hapje e një piste, ishte një dëshmi e heshtur e asaj se ku shkon kapitali kur ai refuzohet, përbuzet apo paragjykohet. Bexhet Pacoli dhe Valona Demi investuan $160 milion për të ndërtuar pistën më të gjatë në Ballkan, jo për të konkuruar, por për të treguar se edhe në jug të Adriatikut mund të zbresë një ëndër që Kosova nuk pranoi ta mbajë lart. Vlora nuk është thjesht një qytet bregdetar për shqiptarët e Kosovës. Ajo është emocioni, një kujtese historike, mirënjohje dhe përkatësie. Vajzat janë quajtur Vlorë, flamore e pavarësi, sepse Kosova, pa qenë asnjëherë aty, ka jetuar me mitin e saj. Tani ajo ka zbritur realisht aty, por jo me pushime, me punë, me investime, me ndërtim. Bexhet Pacoli është bërë më shumë se investitor, është bërë mesazh, ai është një kujtim i asaj që Kosova kishte dhe nuk pranoi. Një njeri që solli hotelin e vetëm të denjë për diplomatat që shpallin pavarësinë e Kosovës, Swiss Diamond, dhe që u përjetua nga logjika e pushteteve të vogla, sepse ishte shumë i madh për të kuptuar meskineritë e tyre. Sot ai nuk flet, po ndërton, e ndërtoi Astanën, ndihmoi në ngritjen e kryeqyteteve dhe tani u kthye në Vlorë në një hyrje të re për të gjithë shqiptarët. Kosova refuzoi, Shqipëria e pranoi, dhe kjo është drama e madhe e një shteti që po sheh si nga duart i ikin jo vetëm një investitorët, por edhe njerëzit që mund t'i ndryshojnë shijen, sepse qytetet e Kosovës e kanë humbur shijen, janë ofeshur me urgjencë, jo me projekt, me tender, jo me vizion, me beton, jo me flymë. Në Vlorë sot nuk ndërtua vetëm një aeroport, u ndërthur një vepër me një shije të re që nuk e njeh lodhjen e kulturës politike kosovare. U ngjitën në tribun një punëtor i madh, Belinda Balluku, si përkushtuese e projektit dhe një kryeministër që e do bukurinë dhe ndryshimin. Bexhet Pacoli dhe Edi Rama nuk i lidh kvartia, por ideja se shija është pushtet dhe Shqipëria sot po jeton me këto ide dhe padyshim Vlora po e përforcon. Në Kosovë ndërkohë janë mbyllur dyert për biznesmen që guxojnë të mendojnë ndryshe, ata nuk janë më të nevojshëm për pushtetin që nuk kupton se shija është politik, se arkitektura është diplomaci, se bukuria është pjesë e dinjitetit të përditshëm. Ministria dhe kryetar komunash që nuk e kuptojnë se çfarë është një projekt urban, arkitekt që i dorëzohen korrupsionit profesional, kryeministra që e shohin zhvillimin si statistik, jo si transformim, dhe një shoqëri që vrigjit një emër gjatë në kulte fetare, sepse i mungon kulmi i përbashkët jetës së përbashkët, i mungon shija për të jetuar dhe estetika. Bexhet Pacoli e solli Vlorën si reflektim, jo për ta përplasur në fytyrë, por për të treguar se ku mund të shkoj, po të mos ndalohesh në emër të inatit politik. Bashkë me të, janë edhe shumë të tjerë. Afrim Pacoli, menaxheri i arzakonshëm dhe projektues i heshtur në kryeqytetet e largëta, Ekrim Lukash, Këçim Devoli, Valona Demi, Derim Devoli, Fatmir Zëmberi, Bujar Musa, Blediana Ramadani, Gitar,
jam të gjithë pjesë e një gjenerate që po investon në Shqipëri më shumë se 1 miliard euro në 4 vitet e ardhshme, sepse Kosova nuk pati shijen t'i ftoj, as dignitetin t'i mbaj, nuk të panoram, Shqipëria ka titur të bëj diçka të rëndësishme, të mos e paragjykoj suksesin, të mos e kthej suksesin në faj. Edi Rama është një nga të paktët lider që e ka kuptuar se pa shije nuk ka zhvillim, sepse shëmtia prodhon nervoz. Nervozia sjell banalitet politik, nga banaliteti lind nacionalizmi që nuk ka as mbules, as arsyetim. Dhe kur ikën shija e jetës, atëherë njerëzit ikin te rritet, te radikalizmi ose në ikje pa kthim. Vlora po bëhet stacion kthimi, Begjit Pacoli e ka sjell Kosovën aty, pa ceremoni, por me pist, me vizion, por pa pluhur propagandistik, me të vetmen dëshirë që shqiptarët e jetojnë më bukur. Ai nuk ka folur kur shumë, por ka ndërtuar shumë. Edi Rama dhe Begjit Pacoli treguan sot se shëmtia nuk lind vetëm ndërtesa të këqija, ajo lind mosbesim, mbyllje dhe mërzitje kolektive, sepse aty ku mungon shija nuk ka zhvillim, vetëm rëmuj dhe ike, dhe një ditë kur udhëtarët do të presin në Vlorë, do të zbulojnë se pista më e gjatë e tyre është ajo që mosbesuesit e refuzuan. Dhe kur të zbresesh në aeroportin e Vlorës, mos harroni se ai është bërë nga njeriu që Kosova refuzoi dhe që përmes tij sot e çoi Kosovën në Vlorë. Do t'i kontribuoj kësaj jone, banorëve të kësaj jone, është kënaqësi të dëgjoj se këtu do të inkuadrohen ma tepër se 1000 punëtor. Sigurisht se po. Dhe këta punëtor që do të punojnë këtu nuk janë vetëm vende pune, për zoni vende pune, po janë vende pune prestigjioze që paguhen edhe mirë dhe sigurisht do t'jetë një kënaqësi edhe për familjet e atyre që punojnë këtu, por arsye se të ardhurat do t'jenë të ardhurat mira dhe si që thash, konsiderohet gjithmonë një punë e privilegjuar. Dhe edhe pak kur ajo të ecim përpara dhe të vjen dita kur do të lus kryeministrin që të vjen edhe një herë këtu dhe të shef këtë aeroport edhe nga brendësia. Ndoshta sot unë kom qeni përgdhelur pak dhe me është dhonë ma tepër autonomi dhe liri në implementimin e kësaj vepre. Ndoshta e kumbo edhe pak nga eksperienca, ndoshta edhe nga vedia ime, sigurisht ka me pas edhe mangësi, por mangësit janë për të eliminuar, dhe do të shohim një vepër që nuk është po në rajon, dhe do t'jetë, jam i bindur, këtu për ju premtoj, aeroporti ma i bukur në rajon. Ne kemi aplikuar një interier në cilin jemi duke punuar që 10 muaj vetëm në Bjukun dhe në detajet e interierit. Kemi një interier, i kemi dhënë edhe një emër, një Fusion Glam, që ku kemi marrë do thëtë çdo gjë që është efektive, e përdorshme, e bukur, e jetueshme, e fort, e qëndrueshme, kemi marrë dhe kemi ndërmend ta inkuadrojmë në interieret e këtij aeroporti. Unë e di se një njerëjut kreativ, një njerëjut mendje hapur, një njerëjut që e don punën e vet, i pëlqejnë gjonat e bukura. Dhe jo mundua shumë, ne të bëjmë këtë dhe tjetë ky aeroport si një trashëgimi, një legacy për mu këtu. Vetëm për informata jëmë duke ndërtuar, ne jëmë duke ndërtuar që tash 3 aeroporte në përbot, dhe ky aeroport ka tërheq vëmendjen time
dhe po thuj se kom shku flaj dhe jëm zgju me këtë aeroport. E di se kom marrë kritika, do shta për shtyrjen e afateve, edhe pse jemi në kuadër afateve kontraktuale, por si do qoftë, ky aeroport do t'jetë aeroport shumë funksional, një aeroport që kryeministri ynë do të mburret. Ky ka qenë qëllimi. Falenderoj edhe Zavendës kryeministrin, e cila ka qenë shumë herë rigoroze me ne. Mirë në mëmen, kjo zonjë shumë herë, duke po situatë ndryshme, ka morë telefonin dhe ka thirë shefat e punishtes, atje ku prodhohen prodhime tona në për fabrika, që edhe vet nuk I njoh ata njerëz kush janë. Kjo I ka gjetë, ju ka telefonu, ju ka thonë që ka duhet me bo. Dhe ata më kanë thirë, më kanë thonë që gjoni, çka po ndodh këtu, Zavendës kryeministrja e Shqipërisë na ka thirrë sot. Kështu që kjo bëhet vetëm për shkak të dëshirës shumë të madhe për të vepruar, dashurisë shumë të madhe për punë, dhe vetë po e shohim sot ku është Shqipëria. Është nder për mua, jam qytetar I këtij vendi, është një fat I madh që unë jetoj në këtë periudhë. Mos harroni se unë nuk jam vetëm qytetari I Kosovës, po edhe I Shqipërisë, kështu që kryeministri juaj nuk është vetëm I juaj, po është edhe kryeministri im. Zavendës kryeministri juaj nuk është vetëm e juaja, po edhe imja. Dhe ju them se vetëm dëshira e madhe edhe dashuria e madhe ndaj punës, dashuria e madhe për të ndryshuar e bën këtë. Dhe sot unë jam mburrem me atë, ku shkoj, që më flasin për hapat gjigante që Shqipëria I ka bërë në 10 vitet e fundit. Zoti kryeministër, ju përgëzoj për idetë e juaja, për punën e juaj, për veprimet e juaja, për vizionin e juaj, dhe besoni se Shqipëria, po ju them me plot përgjegjësi, Shqipëria ka nevojë për një vizion të tillë, ka nevojë për njerëz të tillë, ka nevojë për lider të tillë. Dhe dash Zoti edhe ma tutje të punojmë në projekte madhështore, e ne do t'jemi aty ku mundimi me kontribu, si do qoftë me atë që mundimi dhe me atë që dim. Ju falimderit, për mu ishte nder sot të jam këtu para jush dhe shumë fat. Falimderit.